Uji në Tetov vazhdon të mos jetë i pishëm. Valon Zeqiri nga ndërmarrja publike komunale Shari thotë se përpost që është jashtë funksionit filter stacioni i Tetovës, si institucion po përballet me problem tjetër, respektivisht dhe uji nga burimet e kodrës së diellit është ndotur nga rreshtet e mëdha të shiut. Kjo që ndodhi sipas Zeqirit është hera e parë që uji nga burimet në kodrën e diellit të jetë i ndotur, prandaj dhe pritet që të bëhen investime në rrjetin e ujësjellësit për të evituar në të ardhmen probleme të kësaj natyre. Nuk ka ndodhur asnjëherë që uji që vjen nga burimet e kodrës së diellit të jetë i turbullt. Për herë të parë na ndodh kjo situatë. Mbrëm kena pasur ujë të turbull edhe nga burimet e kodrës së diellit për shkak të rreshjeve të mëdha të shiut. Siç dini, jashtë funksionit është filter stacioni i Tetovës, nga i cili marrim 150 litra ujë në sekond, por për momentin kemi diku te 240 litra vetëm nga burimet e kodrës së diellit dhe mundona me atë që ta furnizojmë qytetin. Nëse qofse do kemi kohë më të mirë sot dhe nesër presim stabilizim të plot të situatës që ta kthejmë në funksion edhe sistemin e filter stacionit, për shkak se rreshtet e dendura kanë nxjerrur totalisht nga funksioni filter stacionin e Tetovës që gjendet në fshatin Lisec të Tetovës. Uji i cili vjen nga burimet e Leshnicës nuk mund që të filtrohet kur ka rreshte të mëdha të shiut, i bllokon të gjitha filtrat dhe jemi të detyruar që ta ndalojmë si çdo vjet, por presim që kena përgatitur një projekt për zgjidhje më afatgjatje, është një projekt që do të kushtoj diku te 500.000 euro, nuk kena mundur ta realizojmë këtë vit për shkak të mjeteve të kufizuara të cilin i kena pasur. Në ndërkohë dhe nga qendra për shëndet publik njoftuan se uji në Tetov nuk është i pishëm dhe rekomandohet të konsumohet ujë i ambalazhuar. Големата количина на дождь, что падна деновиве, posebno na shërplaninski masiv. Sasia e madhe e rreshjeve që ka rënë këtyre ditëve në rajonin ton dhe veçanërisht në malin Shar shkaktoi ndotje të ujit të pishëm. Analizat kimike dhe fizike tregojnë se ka trend të uljes së ndotjes së ujit dhe është në kuadër të vlerave normale sipas rregullores për sigurinë e ujit të pishëm, por duhet patjetër që të presim analizat mikrobiologjike. Dhe derisa presim rezultatet mikrobiologjike, rekomandojmë që uji të mos konsumohet për pije, tha Ratko Davidovski, mjek. Qytetarët luten që ujin ta përdorin vetëm për nevoja elementare si higienë dhe pastrim, derisa të përfundojnë analizat e reja laboratorike.